po pajtohem që do është më konë më i kujdesshëm. Unë se kam lexuar atë artikull kur. Sikur ta kisha lexuar, kisha reaguar më një herë dhe se kisha lënë 13 vjet në qendru aty. Edhe po, mund të thonë ikon neglizhent dhe i pa kujdesshëm edhe i pa vëmendshëm. Po pajtohem për shkak se do më bëni fal borra përgjithsisht. Është viti 2012, student, unë atë kam punuar edhe full time edhe si student, edhe kam ndjek studimin full time. Po në asnjë moment nuk e kam po artikullin që ka dol. Bindja jam ka qenë, si artikuj tjerë që kam mbulu vetëm fushën që unë e kam studiu edhe kam temën e diplomës masterit në këtë çështje. Do të thotë, askund, në asnjë moment nuk përmendet u çikoja. Por çikën kam shkruar ndoras, po për këtu, për fushën e hulumtimit nuk ka pas asnjë fjalë të vetme. Kështu që pajtohem edhe kërkoj folje për pakujdesinë time. Edhe ta shpjegoj. Edhe kërkoj folje se pajtohem se duhet më akuzu që kam qenë i pavëmendshëm edhe i pakujdesshëm. Por sa për informacionin tuaj, unë e kam dërguar tash një email ku kam treguar që edhe vetë autorja pranon që unë e kam përgjegjësi vetëm për kapitullin 3 dhe të tërhiqet edhe kapitulli edhe emri im nga punimi. Për shkak se unë s'kam të bëj me pjesën tjetër asgjë, këtë pranon edhe vetë autorja, edhe unë e kam dërguar emailin ku tham që ju lutem e tërheqni edhe kapitullin, edhe emrin tim, edhe po besoj kjo kam emet e fundit, unë edhe njerë kërkoj folje për pavëmendjen time, po asnjëherë, në asnjë moment, s'kuxon kush me vu në dilem, adetarizmin tim, ose punën e përkujdesin që e kam bënë për institucionit e shtetit.